Temperaturat e larta kanë shtuar raste vizita tek bluzët e bardha, jo vetëm në spitale, por edhe në qendra shëndetësore. Reflektohet kjo rritje në qendrën shëndetësore të Shirokës. Mjekja Blerta Nikolla tregon se raste më të shumta vijnë nga të sëmurët kronik dhe të moshuarit, jo vetëm banorët e zonës, por dhe çdo vizitor dhe turistë huaj kërkojnë ndihmë këto qendra të pozicionuara pranë pikave turistike. Si qendër shëndetësore kemi 3 ambulanca, që është ambulanca kryesore këtu në Shirokë, ambulanca në Zogaj dhe në Zos. Gjithsej kemi rreth 2300-400 banor. I ofrojmë shërbim të gjitha grupmoshave nga 0 deri në moshat e treta. Ka goxha raste tash me ardhjen e temperaturave të larta, normalisht edhe rastet janë të shtuara. Kryesisht problemet gastrointestinale, ndonjë pickim, që gjitha këto ofrohen në qendrën tonë. Ne kemi staf mjaftueshëm për qendrën tonë. Paraqiten jo vetëm banorët tanë, absolutisht, por edhe çdo turist që viziton zonat tona, paraqitet dhe i jep ndihma e parë, absolutisht, nuk ka ndonjë pengesë. Po normalisht dihet që me ardhjen e temperaturave janë ndonjë goditje nga dielli, viroza gastrointestinale, pickimet natyrave të ndryshme, të gjitha paraqiten dhe trajtohen te ne. Rastet normalisht janë të trajtueshme. Gjatë orëve të pikut këshillohet shmangja e ekspozimit në diell dhe konsumi i lartë i lëngjeve.